Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një krim i rënd ka tronditur qytetin e Shkodrës këtë mëngjes, ku një shtetas amerikan ka vrarë gruan e tij me thikë në një shtëpi të marrë me qira. Pas krimit, autori ka tentuar të vetëvritet, ndërsa ndodhet aktualisht në spital për ndihmë mjekësore. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një çift amerikan ka përfunduar në një tragjedi të tmerrshme. Rreth orës 10:15, Brandon Saporito, një shtetas amerikan 57 vjeç, ka sulmuar me thikë gruan e tij, Sandra Holley Saporito, 53 vjeç, në një shtëpi të marrë me qira pranë zonës pedonale të qytetit. Sipas policisë së Shkodrës, autori ka qenë në gjendje të dehur kur ka kryer krimin. Pas vrasjes, ai ka tentuar të vetvritet duke i shkaktuar plagë në duar, por ka mbijetuar dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Aktualisht ai ndodhet në mbikëqyrjen e autoriteteve dhe po merr kujdes mjekësor.